Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Medreseja e Ramazanit është medrese e veçantë, nga se është medrese e ndryshimit. Në këtë muaj ndryshon gjithçka. Ndryshon jeta e njeriut, oraret, takimet, vend takimet, por megjithatë ndryshon edhe diçka tjetër më me rëndësi. Në këtë muaj ndryshon mundi dhe zeli i adhuruesve që kanë për adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në këtë vjeçë të fundit ka filluar dhe ndryshimi i njerëzimit, kur është zbritur Kur'ani. Ata kanë dalur nga errësira e dalaletit në dritën e udhëzimit. Sikur se thot Allahu në Kur'an, inna anzalnahu fi lejletil qadr, me të vërtetë që ne këtë Kur'an e zbritëm në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr, e të bëri ty ta dish se çka është nata e Kadrit. Lejletul qadri khairu min alfi shahr, nata e Kadrit është më e mirë, është më e khairit se 1000 muaj. Në të zbresin me laçet dhe Gjibrili me lejen e Allahut subhanahu wa taala për çdo çështje. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Kjo natë është paqe, është e sigurt derisa të zbret agimi i mëngjesit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi thot: kërkojeni natën e Kadrit në netët tek të 10 së fundit të Ramazanit. Andaj sot jemi në natën e 21. Jepni mund të madh në kërkimin e kësaj nate madhështore, e kësaj nate që bën ndryshim në jetën e besimtarit. Në këtë vjeçë të fundit, Allahu na mundsoft që shtrati ynë të jetë sejdja, frymëzimi ynë të jetë fjala e Allahut subhanahu wa taala, pra Kur'ani, qetësimi ynë të jetë duaja dhe istighfari, e më e rëndësishmja, shijimi i ibadetit ton tjetë dhikri apo përmendja e Allahut subhanahu wa taala, e të gjithë neve Allahu subhanahu wa taala na e dhasht Firdausin. Vendose që ta ndryshosh jetën tënde në këtë vjeçë të fundit, duke kërkuar natën e Kadrit, nga se në këtë natë, sikur se tha Allahu, është paqe, është e sigurt, e Allahu nuk i kthen mbrapsht duat e besimtarëve që i drejtohen atij subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum.